do hymë tani të analiza e tregun e aksioneve. Do fillojmë herë me analizën e S&P 500, Nasdaq dhe Russell 2000, VIX, dhe pastaj do flasim për portfolien që kemi ndërtuar në që kësaj periudhe në rritje shumë shpejt, sepse unë kam bërë një video veç për këtë gjë që do të postojmë pas disa ditësh. Dhe kaq. Hymë tani të analiza e S&P-s. Kamun ata. Ja ku kemi. Okej, S&P, shikojmë se si po na ecën. Te kjo zonë që ishim këtu që e pashun si tip bariere, ajo ka vazhduar më lart. Tani presim, unë pres dipin. Unë gjithmonë pres dipin. Por jam në një tregtim për long. Edhe që e tregtoj longun, po pres dipin. Pres më të keqen. Me këtë thyrje të kjo zona, ka thënë 200 SMA kemi mbuluar këtë pjesë. Duke thënë 200 SMA i jep më shumë besim të regu që po avancojmë tani në një V-shape form V-je recovery. Një form V recovery ndodh shumë shpesh. Ka ndodhur në 2021 duket. Ku është? Kjo V-shape, shikon? Në 2020 rënje dhe pasaj V-shape dhe vazhdon këtë cikël. Kjo dhe ishte ideale për ne. Këtë cikël në rritje me ca dipe të vogla për të blerë asetën në vazhdimësi. Kjo dhe ishte le të themi një bull market që quhet, ose një cikël bullish. Kemi pasur V-shape recovery më para, historikisht, ndoshta kjo mund do të duket si është V-shape, dhe pastaj shikoj, vazhdojmë edhe më lart. Unë personalisht jam shumë optimist tani, sepse po duket sikur është një V-shape. Tani rezistencë do ketë pak të kjo zona, do ketë dhe të zona 6100, 6200, që të bëjt sa dipe, është normale. Aty të shikoni që të merrni profitin dhe pastaj të rihyni në asetet e tjera që ndoshta janë më qëndrueshme, edhe pastaj të cikloni kapitalin me idenë që të shkojmë deri te këtë bear scenario pa e heqim fare. Okej. Edhe këtë pa e heqim tani. Se jemi të kjo zona që unë kam pasur si zonë overextension në janar. Dëshira ime ka qenë që të kapshim këtë zonë në 6700. Dhe ndoshta në këtë cikël mund ta kapim dhe këtu mund të fillojë ajo bear market. Dhe shikon që korrespondon me verën, fillimin e verës, gushti, zona korrik gusht, këtë ishte le të themi një overextension i mirë në treg, që deri në vera mund të kemi rritje edhe 2-3 muaj të tjera dhe pastaj të kemi një shitje më të thellë. Këtë ishte ideale në momentin që jemi ne tani. Besoj shumica jemi long, që kemi hyrë në aksione dhe në tregjet në përgjithësi, kështu që këtë ishte ideale. Kjo overextension e çon edhe Bitcoinin te 120.000 e sipër, ndoshta edhe 150. Është për të parë. Kjo është bullish scenario. Bear scenario i bi që ka rezistencë 6000, bën një double top të javori. Bën një double top të javori, shkem prap të kjo zona 5000, 4300. Këtë ishte bear scenario, po kur është RSI-ja ka që ullet të javori, tregon shenjë që bottom është in. Këtë po i thoj edhe Kleos dje që u takuam me Kleon dhe me një nga antarët tonë të Discordit, që me sa po shikoj una bottom është in. Kemi kapur bottom. Shikoj më para, RSI-ja në bottom këtu, në 2022-shin, ka vazhduar trendi për lart. Shikojmë RSI në 2020-ën, bottom in këtu, edhe pastaj shkojmë.
Shikoje në 2019-18, paka shumë ka kapur zonën shumë i shitur dhe pastaj kemi vazhduar trend për lart. Edhe kështu me radhë. Okay? Ndonjëherë formohet kjo RSI-ja javore me bearish me bullish divergence si puna e 2022-shit. Ndonjëherë bëhet shumë i shitur dhe vazhdon për lart. Për mu shikoj një treg që ndoshta është me bottom të futur, le të themi në treg, kemi akumuluar të zona, Trumpi po nxjerr lajme pozitive, çdo gjë po duket pozitive, por akoma do të jemi pak të kujdesshëm nga recesioni dhe nga situata të tjera që mund të ndodhen, po normalizohet situata shumë shpejt me tarifat. Ndonjë analistu, çuna, keni? Shri, të rigu duhet mirë, si që thamë, të shi duhet të menaxhim. Që fse unë të këtë jetë të vogël për tregtarët e tonë, ishte shumë leverage, ose me option, duhet bëj shumë kujdes, për që paka shumë që fse jemi investitor në gjatë që kem gjerë dipin edhe vazhdo blejt, po thuj se njëherë në javë ose njëherë në muaj për dollar cost average. Është i treg. Është i treg shumë i mirë. Kështu që për mendimin tim në qoftë se edhe S&P nuk duket as të ditori, po thuj se overextended. Farina pjesën e sipërme, po nuk është sipër se ishte 10. Kurse te avore si që thamë është i qysma rrugës për të bërë overextended, kështu që se ka gjatë potencial. Mu më pëlqen shumë kjo RSI-ja kështu, të javori. Ka thyr dhe këtë zonën këtu te 50, si për 50 vazhdon për më lart. Kështu që stër të 50, po më duket sigur tani ka marrë animin, realisht ka marrë animin bullish tregu. Dhe për fat mirë ne jemi pozicionuar në aksione që nga kjo periudha e 12 prill dhe pastaj në periudha 20 ca prill kemi filluar të blejmë dhe kemi ndërtuar portfolion dhe tani është thjesht të trajtojmë këtë valën me vazhdimsi për lart derisa të lodhet, derisa të shuhet kjo valë dhe të kemi një bear market tjetër ose një dip serioz, mund të themi. Mund vi këtu, unë mendoj që mund vi në një overextension te 6000 ca, po që jemi një skenar bullish që vazhdon kjo ritëm këtu. Kemi dy momente që mund të bëjmë dipe serioze. Këtu ose mbas thyrjes all time high overextension te 6000 ca. Dhe korespondon thash perfekte me verën. Që ishte logjikshme që vazhdon trendi 2-3 muaj, mbyllet kjo periudha përpara verës, fillon sezoni veror mujorin e dytë ose 6 mujorin e parë kur institucionet marrin profitet e tyre, ikin për pushime, kështu që është i gjithë kjo pjesa e verës dhe kur kemi këto dipet e vogla për i kusht. Tani edhe po që nuk shkon të 6500, po shkon të 6300. Prapë është një overextension dhe një dip të tillë ishte normal këtu. Shikon? Edhe kjo ishte normal. Edhe sa të ekspektit, do të thënë, gusht shtatori janë muaj shumë bearish, zakonisht. Që korespondon fikt, nëse vazhdojmë një bullarada. Po, prandaj unë jam me këtë mendimi që mund të shkojmë deri këtu, 6500, deri në agushti, dhe pastaj një shitje. Edhe 3 mujosh i fundit, gjithmonë duan ta mbyllim mirë, e rrisim prapë tregu. Që prapë këtë 3 mujorin e fundit. Kemi akoma kemi edhe 7 muaj në treg. Se unë isha bërë pak negativ me faktin që kemi pasur këtë shitje, nuk është që po bëjmë një para serioze në aksione, por tani ka filluar valet e mirë dhe është thjesht ta shfrytëzojmë sa më shumë këtë trend. Okej. Për negativ, nuk është se ishte po ne ishim negativ se ishte tregu e tillë, po, ke drejtë. Sepse ishin lajmet e tilla, ishin tarifat që erdhën nga sekundi edhe ikën të çertë, kështu që
Ka dhe është normalizuar e tregu. Këtu ke Nasdaqun, pak a shumë identik me S&P 500, ka ecur pak më shumë Nasdaqun, me aq sa di unë, Nasdaq mund jetë diku te 2% profitable këtë vit, nga janari, fillimi janarit deri tani është 2%, S&P diku te 1%, unë jam diku te 26% profit këtë vit deri tani. Edhe te kjo, këtë shikoj, këtë overextension të kjo zona, shikoj që e kam përcaktuar për para disa muajsh këtë overextension. Ideja ishte e janarit, valës të janarit edhe valës këtu të shkurtit, që i kam tregtuar një val, 2 val, i kam tregtuar këtu. Edhe nuk ecën, shita, nxora para dhe mia mbrojtje. Ishte ide që të mbroja kapitalin nga kjo rënje të thellë, dhe tani kemi ripozicionuar nga 12 prilli dhe këtej. Po të aksionet e Nasdaqut, disa aksione. Overextension është 24.000, këtë ishte ajo skenari që vazhdon bullish S&P 500, dhe po pamja vorin, besoj që do shikojmë një shenja të RSI-ja, shikon, që jep atëre temi shpresën që një bottom në treg është futur në treg dhe është bler tani seriozisht me lajmet që po zhvillohen pozitive, mund të bëjmë televizje të all time highs shumë shpejt. Po do të thoj të gjusë që po që jeni pak me vonesë në aksione, mos u nxitoni, do të kapni ndonjë dip, do të kapni ndonjë moment konsolidimi, mund të jetë pozitive, por do të kishe kapur valën nga 12 prilli ose nga 20 prilli që të profitoj, dhe po që ju shikon çdo aksion, Tesla, Coinbase, këto tjerat, nga ato momenti që po them unë, ato datat 12, 10 prill ose 20 prill kanë qenë momente kryesore e një rritje. Që kemi edhe mujorin, që kemi mujorin ku jemi, mujori është pak problematik. Që mendohet që ndoshta mbaron ky cikël shumë shpejt te mujori. Po mujori mund vazhdoj dhe periudhë të gjatë shumë i blerë te S&P dhe te Nasdaq. Shikojmë. Po që bëjmë të overextension të 6600 te mujori, dhe ishte në temi një moment ideal që të bësh një dump shumë i madh në treg. Ndoshta 2026 është cikël një bear market shumë të rënd. Kështu edhe këtë do ta keni parasysh, do ta keni themi në menjë që po vazhdoj ky cikël duke parë mujorin, do na bëhet ndoshta një shitje edhe më e madhe. Si puna e 2009-s. Shikon? Do na duhet te mujori një gjë e tillë. 2009-s ose 2002-shit, 2000-shit. I bi që ky cikël mund të jetë ai cikli i AI bubble që kanë folur të gjithë, por nuk ka mbaruar akoma, jemi pak herët. 2026 mund të jetë viti që mund të bëhet ajo bear market total dhe një periudhë gjatë bearish. Diçka që ka bërë është që Nvidia po ecë në më varë se pjesa tjetër e teknologjisë. Kemi AMD që rritet me 70% çdo ditë, ndërsa Nvidia ose qëndron në vend ose në pjesë me 1-2%. Që ndoshta pa arrim në një pik të Nvidias, edhe kapitali për të ndarë në kompanitë të tjera, nuk e di do të bëjë. Kujdes ose i bëjnë AI bubble. Prandaj po them që ndoshta bëhet kjo overextension. Mund të shkojmë edhe një val tjetër deri nga le të themi fundi i vitit, po që jemi bullish, po që vazhdon ky trend. Edhe pastaj 26 shikoj ca faktor të mujori që mund të hyjë një cikël si 2009. E vi që ne kemi qenë pak herët të analiza jonë e recesionit ose problemi le të themi një rënje të thellë në treg. Ka pasur një rënje, po mund të jetë thoshte një rënje paraprake, një rënje para kësaj AI bubble që ne parapresim këtu. Kjo është, le të themi, pak më afatgjatë pamje, por nuk jam i sigurt për këtë pjesë, po e them kështu më shumë që t'jeni gati
e kësaj gjëje, sepse unë këtë do shikoja vetë personalisht. Po ju do jemi pozicionuar tani long, të paktën 3 muaj, 6 muaj, 1 vit, po jemi long. Mbas kësaj vale do shikoj një rënje shumë të thellë në treg. Okej. Si mendoni ta lejmë kaq segmentin e aksioneve? Po, mjaft. Po i që doni shikoni portfolin që kam ndërtuar unë kam një kanal timin personal në gjuhën anglisht që kam darë portfolin dhe kam zbërthyer aty çdo lëvizje që kam bërë. Ai video do ndahet sot të shtunën, i bin që kjo podcast do postohet të dielën dhe mund të ikni ta shikoni te kanali im, mund ta vëmë të përshkrimi të videos kanalin tim personal në YouTube dhe të ikni ta shikoni portfolion tim, si e kam ndërtuar, si po hecën, çfarë aksionesh kam blerë dhe pse i kam blerë, po është në anglisht.